kritik dhe i rezervuar se a duhet ndodhte dhe hiç nuk ka shumë gjatë që kam thonë do ka qenë gabim i madh. Sepse po e vrejmë që prokurorët e kësaj gjykate po e përdorin gjuhën e njëjtë me gjuhën e regjimit të Miloševićit që tha kolegu. Ju tha me bindje të plot, sikur ta prokurorët kishin figura si Jakub Krasniqi, si Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi, po dhe tjerë që kanë sakrifikuar kaq shumë për lirinë e një vendit vet, ata do t'i kishin heroj. Ata do t'i kishin ngritur statuja sa janë gjallë. Është e çuditshme pas gjithë asaj historie, sepse ato u folë për komplet fillet e UÇK-s, e deri në përfundim të luftës, dhe prokurorët sikur me qenë të kurdisum, sepse një njeri që ka pak ndjenjë, edhe sheh Jakub Krasniqin në moshë të thyer, në fazën e fundit të jetës së tij, shoqëria thinjat atij njeriu. Ato tregojnë mundim, vujtje, sakrifisë për këtë vend. Unë kam pas fatin me njoft që herët si fëmijë, ju e dini këtu fare mirë dhe gjeneratat tona se sa e vështirë ka qenë në ballë të rezistencës me qenë atku, sepse ke pas të bëjmë një regjim jashtëzakonisht shtyps, i cili ka përdor mjetet ma antihumane, antinjerëzore për me ndalë, dhe Jakub Krasniqi nuk është ndalë. Ai njeri e ka vazhdu rrugtimin e tij dhe ka qenë ballë të rezistencës, dhe gjitha të sakrifice ka bërë. Dhe në qoftë se na flasim këtu dhe pajtohemi të gjithë që lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës është e shejtë dhe ishte pa alternativë për mushliru. Na flasim për Adem Jasharin, flasim për Zahir Pajazitin, flasim për vëllezërit Shkelzen Haradinaj dhe Luan Haradinaj, flasim për Gjeve Fehmi Ladrovcin, flasim për shumë e shumë heroj që janë ra, por duhet flasim edhe për Hashim Thaçin dhe flasim për Jakub Krasniqin, sepse këta pse janë vra dhe patën fatin me jetu kanë qenë celulat para të UÇK-s. Nëse flasim për pavarësinë e Kosovës, na flasim për Hashim Thaçin, i cili ka lexuar deklaratën si kryeminist i këtij vendi. Prandaj nuk mundet me kon hero një i rënë në luftë shumë ndryshe prej një herojt që ka mbeti gjallë.